zoti Koreshi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi së bashku në këtë lidhje direkte. Në fakt, kronika në vim na njohu pak me ato ndryshimet që ka bërë kryeministri Rama pak minuta më parë në kabinetin qeveritar. Të paktën për një nga emrat për Toni Gogun, ju kishit kohë që kishit një lloj kështu replike në distancë. Si keni parë këto ndryshime? Si pa këto ndryshime pas atij fjalimit gjatë të kryeministrit Rama? Ishin të pritshme? Para një, tani shbere modës që kryeministri Rama të trajton si, nuk e di, si gura shau, jo si figura, po i trajton si ushtar, të gjithë këta. Nuk është prisje e prisme po jo, po këtu sa herë që dikush i prish qefet Ramës ose gëdhihet me këtë mendje i ndryshon. Edhe pse pretendon se bën reforma ku di unë, si që i buri këta të gjithë me radhë, në fund fare nuk e se ka bërë në gjithë të madhe. Ka ik Balluku dhe ka vënë dy si ministrin atë që ka zëvendësuar Ballukun të energjetikës, e ka vënë të deleguarin e saj që pati këtu në Lushnjë, një nga fshatrat njësit administrative në Lushnjë, pra drejtori OSHE-s, po një unë e vetë pra besur, po ashtu dhe Oqi Pirron, po të njëjtin dhe vuri po një unë e vetë shefin e kabinetit saj, nuk e se kanë e shprap dora dhe forca saj. Në nuk mjafton një saj, duhet me ajo çka kërkojnë dhe çka duhet me rregullore dhe çka kërkojnë kushtetuta duhet zbatohet. Duhet të jepet e drejta për të hequr imunitetin. Më vjen keq për Spiro Palin se do bësh rektore e akademisë punëve të përjashme, po edhe asaj si doli që ngeli në kuadër të rojes të dera. Që të them për Ministrinë e Brendshme, iku ajo shefe që do merresh me adresat dhe me monopatina dhe do vi ky tjetri që merret me parkimet dyshe, masi marroi punë me noterit, se i kaloi ca 200 notera. Shkoj Toni, që duhet më japi gjysmë për reklamën që i kanë bërë, duhet më japi gjysmën e rrogës me të drejtën, për mënyrë se si. Edhe pse ka qenë kancelar dikur dhe di se sa është bet logo, se doset ka puli me dosjen e përgjykata, që vetë llamllari mas asaj insistimit të kaq hershëm të them në parlament, e kuptoi që dhe harta territoriale e bërë në gjyqësor, ka shkatruar gjithë procesin gjyqësorit, që duke se nuk është vetëm pjesa e spakut që mund të është reforma në drejtësi, është dhe pjesa tjetër që tashmë ka degraduar në një mënyrë kaq të frikshme, sa proceset gjyqësore që më parë marroshin me 3 muaj, sot do 3 vjet, procesi apeli që marroshin në 2 vjet, sot do 6 apo 7, ja dje merrti një ftesë tjetër mua që u kam qenë avokat 2018-2019, thot paraqitur në apel, thot se erdhi data radhës së gjyqit. Dhe kupton, më thënë, deri këtu në këtë lloj farfeje, për punë, për marrëdhënie pune, kur tjetri pret rrogën për të hequr në mënyrë pa drejt nga puna, llogaritë se si i trajton njerëzit. Kështu që unë mendoj që nuk ka bërë asgjë më tepër, thjesht, domethënë, nuk e di, një makjazh të them ose ka heqa gjëra, ka shkarkime ato që ka ato vetët, problematikat e veta, dhe ka promovuar të njerëz që dhe kur flasin parlament realisht, flasin, them drejtën, që nuk i besojnë ato gjëra që thonë. Pra, Toni Gogu ka kohë që nuk i beson vetë ato që thot, me të thënë drejtën, dhe ndoshta për këtë ndoshta ky është roli për cilën ai është promovuar. Zoti Koreshi, kur ju deklaroni që iku Balluku, po ka 2 njerëzit e saj, do thoni që është dhe dora e ish numri 2 të qeverisë Rama në këtë kabinet të ri? Po patjetër, pse sigurt, në mënyrë absolute. Po patjetër që po, se ku di bie mendja te Enea që ka qenë drejtori SHE, bëhesh ministër i transporteve të me radhë, bashkë me shefin e kabinetit të saj. Po ja si qelloka kjo punë. Se unë se kuptoj dot se si mundet që gjithë njerëzit e saj vjen çuditërisht 2 ministra të re. Se dhe Pirro, drejtori i saj është u bë ministri i mbrojtjes, iku drejtori i saj që i porti do u shefi i kabinetit të saj. Çka ka ndryshuar me fjalë? Janë të ministritë të cilët i ka ajo fort mas vetes dhe kaq çka ka ndryshuar te Ministria e Jashtme me Spiro Pali, për shembull. Iku Spiro Pali sepse dihet televizit e fundit çka ka bërë Spiro Pali, një luftë e hapur me Ballukun. Dhe ne është akuzuar nga ana, ju dini edhe të gjitha ato që kemi thënë tashmë në parlament, një luftë e ftohtë midis grave në PS, fitoi prapë ajo shoqja Balluku dhe me Spiro Palin. Ja ka që ndodh pse mos u dini çudi.
Të paktën nga deklarata dhe nga fjalimi gjatë i kryeministrit Rama, edhe pse për sa i përket çështjes Balluku ai tha që do të pres të lexojë raportin. Ju mendoni që Partia Socialiste do ta shkarkojë, do t'ia heqë imunitetin Belinda Ballukut apo jo? Spari njëra ai që të jemi të sinqert, edhe kur me thënë drejtë ai nuk është si me shqiptarët që kjo dihet ka marrë fund, po a mendon ti se ka ndonjë guximi nga ty të bëjë një raport vetin dhe t'ja paraqes Ramës? Ja si mendoni që ai ka diçka që ndodh brenda proces që nuk e di Rama ose nuk. Qartazi ishte për të fituar kohë, akoma dhe më shumë për të shprehur në opinionin publik. Qartazi. Jo vetëm për opinionin publik, që tashmë ai ka marrë mesazhin që duhet ta shkarkoj nga milioni publik shqiptar, po ai po los, më thënë, blackjack me ndërkombëtarët, nëse do të vazhdojë, dhe ju keni parë që edhe presioni ndërkombëtar ka qenë rritje për sa i përket çështjet Balluku, që është një gjë që nuk negociohet dhe nuk e ka toleruar. Kështu që ai vazhdon deri ku do të arrijë ky presion, po e mat tensionin deri në fund për të vendosur pastaj për të thënë që ja menduan kështu shefat e mi. Se po të mendosh për një raport që do ta bëj Taulanti me Ulsiun, ju fare mirë dini përgjigjen që ata sa dolën nga Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve deklaruan që për ne, se dinë se prokuror për shembull, pezullimi mjafton. E kupton, se nuk e vendos. Këshilli i Mandateve është një këshillimor, pra nuk vendosim ne, prandaj është 5-5, se s'ka shumicë. Ne vetëm verifikojmë nëse është politike ose jo. Edhe pyetjes në moment që ka qenë duhet të mbylla, po zbuloj diçka, janë bërë pyetje më shumti drejtuar dhe avokatit Palës Ballukut, por e mendon se është politike, jo, ka thënë. Po. Kështu që ka marrur që në atë moment ka kry punë, kështu që duhet me urgjencë me heq mandatin, sepse ne verifikojmë nëse është ngritur një proces politik dhe prokuroria ka indicie që po bën një proces politik dhe pa prova. Në momentin që ka prova, ne nuk vlerësojmë provat, nëse janë bindse, pa bindse, ku diu me radhë mund dalë dhe përvojësi. Por ne nuk vlerësojmë provat, se si me as prokurori dhe as gjykat vlerësojmë dhe të japim vendime përfundimtare. Ne themi që po ka drejt prokuroria që ta arrestohet, vazhdoj me procesin e arrestimit sepse ka prova. Dhe realisht ata po të ishin interesuar kishin marrë ato USB, por nuk mund dalësh para shqiptarëve ato që kanë parë në USB të thosh që s'ka prova, kaq. Qartazi, por ju mendoni se do t'ja heqë apo jo imunitetin? Nga deklaratat e mund të thash është duke los blackjack dhe kjo varet nga tensioni dhe presioni që do t'i japin ndërkombëtarët deri ku do t'ia çojnë. Dhe ju po shikoni që sa më vijnë dhe janë më të agravuara të gjitha dhe presioni ka qenë më i vazhdueshëm këto ditët e fundit. Në varësi të kësaj do të marrin dhe mendimin final, se ata e kanë gati dy opsionet e asaj procesit, do të thënë ka bërë gati ata të dyja dhe pozitive dhe negative. Dhe varet nga presioni nëse do ta përtypen ose jo, do ta dërgojë edhe në parlament. Kështu që nuk di të them, nëse do jetë presioni, protesta e ditës pas nesër, po dhe presion patjetër që ka shtuar me të thënë drejtë dhe reagimet, sepse ka thënë më tepër se johon që mund të jetë parlament që është i vakët, nuk shikon një parlament shqiptar se jo, johon i ka thënë ndërkombëtarisht që protestohet dhe vazhdojnë protestohet për Ballukun dhe për mënyrën se si këta reformë drejtësie që kishin atë atë hyllën e këtyre polar, po fillojnë të shkatrojnë t'ia thyn gjithë cepat. Kështu që mendoj që po vazhdoj ky insistim, presion, si protestë, ashtu edhe ndërkombëtar, ato do të heqin Ballukun.